Është e pamundur të përfytyrosh një shoqëri që qëndron lart nga pikpamja kulturale, me gratë të varrosura në të katër muret e shtëpisë, misioni i të cilave përmbledhet vetëm në të gatuarit e gjellës dhe në të lindurit e fëmijëve. Me fjalë të tjera, pas zhvillimit të grave të një kombi, mund të gjykojmë se në shkallë të përparimit qëndron ky komb. Gjanë vërtet e pabesueshme, por është viti 1936 dhe paragrafi që sapo lexova është shkruar nga Olga Plumbi, ajo që njihet si një ndër feministet e para në Shqipëri. Njihet pak dhe akoma më pak është folur për këtë grua që ka një rol të veçantë në emancipimin e gruas në shoqërinë shqiptare. Kam kënaqësinë që në një grush librash të flasim për Olga Plumbin me zonjën Valentina Leskaj. Zonja Leskaj, faleminderit që jeni në program për të folur për këtë grua të jashtëzakonshme, të cilën ju edhe personalisht e keni njohur. Faleminderit për ftesën, edhe unë besoj që për secilën do të ishte një kënaqësi e veçantë të fliste për një grua të rrallë, siç ishte Olga Plumbi, edhe pse njihet pak. Personalisht, jo vetëm e kam njohur, edhe kam shkruar kam shkruar në 2 kohë. Në fakt, sebebi bisedës u bë ky libër me titullin Feminizmi dhe shoqëria jonë. Janë shkrime të Olga Plumbit, përmbledhje nga viti 1930 deri në vitin 1940 dhe që janë përmbledhur fal kontributit të Ariela Zenelit dhe të Klodi Lekës. Shkrime shumë interesante që sjellin një profil të një gruaje që vërtet mund të themi sot tek i lexojmë ishte jashtë asaj kohe. Po. Në fakt, unë kam shkruar për Olgën edhe ndaj të njëjtin mendim që ky është një rast i rrallë, sigurisht nuk është e vetmja në Olga Plumbi. Ato kanë qenë një grup grash, shumë pak. Kur themi një grup, kanë qenë mbron me gishtat e dorës, Olga Plumbi, Selfigje Broja, Mila Vangjeli, Motrat Qirjazi, Urani Rumbo, për të ardhur të Kasimati edhe të tjera, por që kanë qenë shumë të rralla gratë, të cilat kanë pasur kurajon të dalin e të flasin edhe publikisht për të drejtat e grave. Olga Plumbi, padyshim që është një nga ato gra që ka qenë edhe shumë e qartë për sa i përket çështjes së gruas. Është vështirë që në Shqipërinë e asaj kohe të gjeje gra të cilat e kishin të qartë çfarë ishte feminizmi, i cili ishte totalisht një tabu në atë kohë, dhe çështjen e të drejtave të grave. Domethënë, ajo që unë dua ta veçoj në rastin e Olgës është që ajo e ka parë feminizmin nga perspektiva e të drejtave njerëzore. Çka do të thotë që kjo lloj filozofie dhe kjo perspektivë për ta parë si të drejtë themelore njerëzore ka ardhur shumë vonë edhe në shumë vende të tjera. Madje do të thoshja që forcën e vërtet ky koncept e mori pasi Hillary Clinton në konferencën e Pekinit insistoi shumë fort. Madje ajo tha konkretisht që të drejtat e grave janë të drejta themelore njerëzore dhe të drejtat njerëzore janë të drejtat grave një herë për gjithmonë. Dhe mbas kësaj u fut edhe në të gjitha instrumentat ndërkombëtare, të cilat tashmë janë publike për sa i përket çështjes së gruas. Konventa, deklarata, edhe instrumenta të tjerë. Pra, e ka parë në një kontekst jo vetëm të drejtësisë, por në një koncept shumë të gjerë çështjen e gruas. Për të rikthyer sërish shkrimeve të Olga Plumbit, të cilat nisën të botoheshin në fillim të viteve 30 tek revista Përpjekja dhe Bota Shqiptare. Madje shumë herë ajo ka shkruar edhe me pseudonime dhe është pak e vështirë të zbulohet se cilat janë të gjitha shkrimet që ajo ka publikuar në gazetat shqiptare të kohës. Në fakt, nuk e di, domethënë nëse është një nga autorët apo njerëzit e angazhuar për të mbledhur këto libra. Unë kam marrë një mesazh para disa kohësh nga një djalë i ri që kërkonte një informacion për Olgën edhe po thoshte që nuk i gjejmë. Dhe i kam thënë që duhet kërkoni edhe me pseudonimet. Për shembull, ajo ka shkruar shumë me pseudonimin Zita.
ashtu si që ka shkruar Selfie për shembull me pseudonimin Colombia. Po, ka shkruar edhe para viteve 30, në 29, 28, por sidomos pas viteve 30, Olgëna e kam fjalën, në revistën Përpjekja, ka shkruar me Migjenin edhe me Selim Shpuzën, do me thënë për Bota e Re, ka shkruar, ka krijuar edhe ka mbajtur revistën Gruaja Shqiptare, dhe ajo ka shkruar në disa organe, po kryesisht, do me thënë revista, ta asaj kohe për çështjet e gruas edhe të feminizmit, le të themi. Nga doli Olga Plumbi? Kush ishte ajo? Sepse flasim për një periudhë ku akoma nuk ishte nderuar Ferexheja dhe pikpamjet e saj, botkuptimi i saj ishte jashtëzakonisht i përparuar. Nuk ishte rastësore. Olga nuk ka qenë rastësore në filozofinë e saj, në aktivizmin e saj të asaj kohe dhe në idetë e saj. Ajo sigurisht ishte lindur në një familje që edhe prindrit e saj kishin studiuar jashtë. E jëma kishte studiuar në Greqi, në Kolegjin Arsaqa, ku ka studiuar edhe vetë Olga, edhe sigurisht Olga dinte edhe disa gjuhë të huaja, kjo edhe e shpëtoi në kohën e komunizmit, kur ajo u shkarkua u hoq nga kryetare e gruas e Bashkimit të Grave, nga presidente e Bashkimit të Grave, u kthye në shtëpi, ishte e papunë, po për shkak të kulturës së saj, të gjuhëve që ajo zotronte, e quan drejtore të marrëdhënieve me jashtë në bibliotekën kombëtare. Po ajo ishte rritur e para në këtë mjedis. E dyta, ajo u martua në një familje, në familjen Plumbi, të cilët edhe vjeri i saj ka qenë një nga që ka pas punuar me Sami Frashërin për të krijuar shtypshkronjën e parë të shkronjave shqip. Pra, ishte një familje të kulturuar, edhe të kultivuar, me kulturë, sigurisht, dhe hyri gjithashtu në një familje që kishte jo vetëm një traditë patriotike, po edhe njerëz të edukuar. Kështu që Olga nuk ishte rastësi, vetë kishte studiuar, si që thash, edhe në Kolegjin e Arsaqës, por pastaj ajo ka qenë ka dhënë mësim edhe në Kolegjin Kennedy në Korçë. Sepse Olga Plumbi, dhe këtu duket jo vetëm Mençuria, apo dhe kurajua e Olgës. Olga jetonte në Përmet. Domethënë, kur i shoqi ndroi jetë, ajo ishte shumë e re, mbeti vetëm me djalin e saj, Emilin, i cili gjithashtu ka qenë një figurë e njohur, sepse është një nga krijuesit, mund të themi, të Radios Tiranës. Po mbeti me një fëmijë të vogël. Natyrisht që unë mendoj, si që kam shkruar dhe në librin tim, Përmeti i rrinte ngushtë një gruaje si Olga. Dhe Olga mori djalin dhe shkoi në Korçë. Aty dha mësim në Kolegjin Kennedy, për sa kohë funksionoi ky kolegj, ishte kolegj amerikan, dhe pas kësaj u kthye në Tiranë, që u angazhua me lëvizjen e gruas, me lëvizjen antifashiste të Grave, derisa u zgjodh edhe kryetare e, le të themi, Këshillit Antifashist të Grave këtu, pastaj u zgjodh edhe në struktura të tjera, do të thoshja, sepse ajo ishte e angazhuar, u zgjodh në Kongresin e Përmetit, pastaj më vonë. Olga ka qenë nga njerëzit më të votuar në Shqipëri. E dyta më e votuar, shkruan ju në librin tuaj, pas Enver Hoxhës. Kam shkruar, do të thënë, një të vërtet, që ajo ka qenë njeriu i dytë më i votuar pas Enver Hoxhës në vitin 45. Unë kam pasur fatin që ta njoh Olgën. Në çfarë thana e keni njohur? Sepse në këtë libër, Politika si ide, ju edhe përshkruani takimin me të. Unë kam shkruar, i kam dedikuar një pjesë, edhe pse libri nuk është libër për gruan, është për politikën, po unë besoj që natyrisht që çështjet e gruas janë çështje politike, padyshim. Edhe fakti që unë i kam dhënë një kapitull është sepse unë mendoj që çështja e gruas duhet të marrë drejtësinë, dinjitetin dhe peshën që meriton. Sepse ndonjëherë mënyra si ne e trajtojmë, ndonjëherë
e trajtojmë si një bamirësi që bëhet për gratë, ndonjëherë e vulgarizojmë, ndonjëherë e bëjmë si një pra përdorim një qasje përdoruese, do të thoshja. Që përdoruese mund të jetë për vota edhe për arsye të tjera, po që kryesisht politika e bën edhe për vota. Në fakt, çështja e gruas duhet të ketë këtë dinjitet e këtë peshë, prandaj unë jam armete. Por, edhe për arsyen që askush nuk ishte shkruar për Olgën, sepse juve e shikoni që është botuar një libër që janë vetëm artikuj të saj. Po, edhe të tjerë që kanë kërkuar, unë gjithashtu kam kërkuar në bibliotekë, pavarësisht se e kam pas një orë të takuar, nuk kam gjetur asgjë të shkruar për Olga Plumbin. Dhe unë kujtoj që atëre, vitit e 10 ka qenë, afërsisht, isha kryeredaktore e Revistës Shqiptare e Re dhe nuk e di se si, se ishte edhe kurajo në atë kohë që të shkruaje për këto figura. Për sa kohë që ajo ishte larguar nga jeta politike? Ishte larguar nga jeta politike për arsye dhe në rrethana, do të thoshja politike, dhe nuk ishte dhe e lehtë, do të merja. Unë kam shkuar dhe kujtoj si tani në shtëpinë e saj, në rrugën e Kavajës, dhe kam thënë që u tërhoq, do të thënë, në shtëpinë e saj në rrugën e Kavajës, dhe në fakt nuk u bë më publike, vetëm një herë për një përvjetor. Me sa duket ishte një moment ndofta që i duhej edhe sistemit të asaj kohe, u kujtuan për të në 78-ën, por pjesa tjetër ka qenë komplet në hije, edhe mbas rënies së diktaturës. Madje këto gratë e tjera janë përmendur pak më shumë. Po Olga Plumbi, unë mund të them që jam e para që kam shkruar për Olga Plumbin. Dhe kujtoj si tani që më tërhoqe shumë vëmendjen derën më hapi Emili, djali i saj, dhe ajo doli me nxitim ke dera, një grua e paqt, me flokë të bardhë, por që rrezatonte mençuri, mirësi, klasën, sërën, themi ne, nga e cila vinte, siç ishin ky grup i vogël grash që ato e reflektonin, do të thënë atë qasjen e tyre, sërën e tyre, përbërjen e intelektualizmin e tyre. Dhe ndërkohë që kur u ulëm për të bërë intervistën, kujtoj që në fakt Olga po fliste dhe unë sigurisht veshët i kisha të Olga, e dëgjoja, po syt i kisha të biblioteka e saj. Kishte një bibliotekë të jashtëzakonshme shumë të pasur, që ishte edhe e vështirë në atë kohë, sepse ishte vështirë të kishe një bibliotekë, se bibliotekë ne kishim, po bibliotekë të asaj kategorie, me atë cilësi edhe kohësi, librash që ajo kishte shumë sigurisht. Dhe në fakt Olga Plumbi punoi në bibliotekë pas të rreqjes nga jeta politike. Punoi në bibliotekën kombëtare dhe pastaj doli në pension dhe ishte iku ashtu në heshtje, në hije, pa ju bërë asgjë. Zonja Leska, edhe unë jam surprizuar nga ato që kam lexuar nga Olga Plumbi. Për shembull, ajo flet për punën e papaguar të dashurisë. Kështu e quan ajo dhe unë po e lexoj se si e shpjegon çfarë është puna e papaguar e dashurisë. Përse të mos quhet profesion edhe jeta e gruas së martuar? A nuk jep ajo gjithë fuqinë e saj që nga pika e mëngjesit deri në orën e gjumit për burrin dhe fëmijën e saj? Dhe mos rrëdh njeri sëmur, sepse atëherë edhe gjumi nuk i lejohet. A do t'ishte e mundur që burri dhe fëmija të gjenin një shtëpi, një vatër, një sofër pa të? A do t'ishte e mundur që burri vetëm me fitimin e punës së tij të mund të mbante familjen? A nuk do t'i duheshin 2 ose 3 herë më shumë nga sa fiton, që të mbante një familje pa punën e gruas? A mund ta mohoj kush se gruaja punon më shumë se burri për familjen? Ajo nuk shlodhet kurrë. Kjo tregon atë që sapo thamë më përpara, që ajo ishte një grua me mendje të hapur, ishte avangard për kohën edhe për vendin ku jetonte. Po them edhe koha, vitet 30, 40, po edhe vendi ku jetonte dhe mentaliteti që ishte këtu për gruan. Ndërkohë që edhe në vende shumë të përparuara, nëse do ta shikojmë historinë e feminizmit me të cilën unë jam marrë,
edhe në vendet të përparuara, ky lloj koncepti për punën e papaguar të gruas ka ardhur shumë vonë. Madje në shumë vende, edhe në Itali nuk ka shumë vite që është bërë debati për punën e papaguar të gruas. Çka do të thotë që idetë që ajo ka pasur për të drejtat e grave, për peshën e gruas, për grua në politikë dhe për të gjithë konceptin mbi feminizmin, unë dua të përmend edhe një shprehje që ajo ka shumë shprehje të mençura, po edhe shumë gjëra të mençura, po dua të përmend një gjë kur ajo bënte thirrje, pra shkruante në shtypin e kohës, vëllezërit le t'i lejojnë motrat që të bëjnë dashuri. Në kuptim, dhe kjo nuk është, do të thotë që në atë kohë fjala dashuri ishte tabu. Fjala dashuri në vetvete, në vitet 30, dhe ndërkohë që ajo kërkonte nga vëllezërit, sepse dihej që prindrit dhe vëllezërit natyrisht që nuk i lejonin vajzat që të bënin dashuri. Ta thoshja atë në atë kohë ishte një, domethënë do të thoshja që ishte një shoqëri obskurantiste për sa i përket këtij koncepti. Dhe tregon që ajo ka qenë një grua shumë e përparuar, ka qenë grua shumë dinjitoze, por shumë e qartë në konceptet e lirisë. Tek shkrimet e Olga Plumbit më bëri përshtypje një tjetër frazë shumë e veçantë, të cilën unë e kam lexuar disa vite më parë tek një libër autobiografik i Sheryl Sandberg, që ka qenë CEO e Facebookut, ndërkohë Olga Plumbi e ka thënë atë 100 vite më parë. Thotë, rezulton që armiku më i madh i gruas të jetë vetë gruaja. Përse ngul këmbë? Shko, unë e thash që në fillim që Olga ka qenë avangard për sa i përket, do të thënë, ideve të saj. Po, në rastin konkret, për sa i përket kësaj që unë mendoj që kjo thënie e Olgës qëndron më shumë në atë kohë se sa në këtë kohë. Sepse unë nuk e besoj që sot armiku i gruas është vetë gruaja. E di pse nuk e besoj dhe këtë mund ta them me siguri, sepse kam parasysh që po të mos kishin luftuar gratë për të drejtat e tyre dhe të drejtat e njëra tjetrës, nuk do ishim këtu ku jemi sot. Kështu që unë nuk është se bie shumë dakord me thënien e Sheryl për ditët e sotshme. Natyrisht, në kohën e Olga Plumbit, kjo padyshim që bënte sens. Kishte kuptim. Mes shumë meritave që ka Olga Plumbi, ajo ka dhe një merit tjetër, atë të vetëdijsimit për rolin e madh që ka gruaja për edukimin e individit në shoqëri, duke nisur që nga edukimi i fëmijëve, dhe unë po e mbyll intervistën duke lexuar atë që ajo ka shkruar. Gruaja duhet të ngul këmbë që t'i jepet drejtim tjetër edukatës së burrave, së cilës nuk i është dhënë deri tash vërejtja e duhur nga ana e atyre vetë, sepse egoizmi i ka bërë burrat të mos shohin tjetër gjë veç mungesat dhe të metat e grave. Dhe ka arritur, me sa kanë thënë dhe kanë shkruar, të bindin edhe vetë gruan se natyra është sjellë pa drejt për seksin femëror dhe i kanë ngarkuar gjithë mungesat dhe gjithë të metat e seksit të dobët, siç u pëlqen të na quajnë. Dhe duke pasur këtë mendim të gabuar për natyrën tonë, nuk kemi përpjekur sa dhe si duhet të ruajmë më shumë dinjitet, duke frymëzuar burrët të cilët ne i rrisim dhe i edukojmë si binj, me më shumë respekt për seksin tonë dhe me më shumë vetdije për të metat e tyre. Rezulton pra që armiku më i madh i gruas të jetë vetë gruaja. Dhe këtu e zbuluam në ç'kuptim e ka thënë ajo fjalin që përmendëm pak më parë. Unë ju falenderoj shumë që ishit në një grush librash për të folur edhe për Olga Plumbin, feminizmin dhe shoqëria e jon, për këtë libër me shkrimet me përmbledhjet e saj më të bukura, por natyrisht edhe për politika si ide, ku ju mes të tjerave keni folur edhe për Olga Plumbin. Jo kam folur, po i kam kushtuar, ose mund të them, është analiza e parë e Olgës, le të themi si personalitet, si figurë, sepse përsa i përket librit, dytë libri janë artikujt e Olgës me që kam parë unë, kurse aty ka një analizë të Olgës vetë, personalitetit saj, kontekstit kohës, pra kontekstit në cilin ka vepruar Olga, por edhe kontekstit që shkon përtej Shqipërisë, sepse padyshim që ishte një kohë
kur këto lloj lëvizjesh, edhe jo vetëm lëvizja feministe, por lëvizja për drejtat e njerëzit, lëvizjet civile, përfshirë atë që është quajtur counterkultur, do të thënë kanë pasur, le të themi, jehonën e tyre dhe gratë që kishin pasur mundësi të jetonin në një botë hapur, u përpoqën ta sillnin edhe në Shqipëri. Zonja Leska, ju falenderoj shumë dhe në mbyllje të intervistës do t'i lë teleshikuesit me dy intervista fare të shkurtra të dy botuesve të këtij libri, Feminizmi dhe shoqëria e jon, të Ariela Zenelit dhe Klodi Lekës. Faleminderit. Faleminderit juve. Unë edhe vetë si aktiviste nuk është se e njihja Olgën më herët, mund ta njihja si një figurë që kishte marrë pjesë në luftën nacional çlirimtare të atyre viteve, po ja njihja shumë pak mendimin kritik dhe intelektual, edhe vetëm kur Klodi më kaloi shkrimet e saj për të redaktuar, kuptova se në fakt ajo kishte krijuar një mendim të tërë, edhe në fakt ishte shumë e vështirë në ato vite, në vitet 20-30 që të shkruaje për feminizmin, jo sepse çështja e gruas nuk ishte në opinionin publik, shumë kush shkruante aso kohë për çështjen e gruas nga rrymat më konservatore deri tek ato më liberale, ama ajo që solli Olga të veçantë në diskursin publik ishte në një farë mënyre që ajo arriti që t'i bënte të dilte në një farë mënyre edhe kundra mendimit liberal të asaj kohe, këtij feminizmit që vinte nga lart, sepse për shembull në vitin 1929 u krijua dhe kodi civil në Shqipëri, i cili dha grave disa të drejta pronësore dhe civile, jo të drejtat politike, të drejtën e votës, kjo ishte një drejtë që u mor më vonë, dhe ajo pavarësisht se grave gratë me anë të këtij kodi gëzuan disa të drejta kryesore, sërish ajo arriti që t'i dilte përballë këtij lloj feminizmi të ardhur nga lart, duke i bërë kritik. Ajo për shembull thoshte në një prej shkrimeve të saj që të drejtat e kodit civil gratë as nuk i njihnin, pra ato nuk ishin në një farë mënyre në dieni të drejtave që ato gëzonin, dhe prandaj ajo i jepte shumë rëndësi lëvizjeve politike. Pra ajo mendonte që duhet një lëvizje politike nga poshtë në mënyrë që gratë në një farë mënyre të përfshihen në këto kërkesa që ato kanë dhe më pas t'i gëzojnë të drejta dhe kështu të ta kuptojnë më mirë. Ajo mendonte pikërisht këtë që prindrit e vajzave aso kohë i mësonin atyre vetëm një gjë, se si ato të ishin ambisa të mira, apo se si ato do duhet që të shkonin në një derë tjetër dhe të kishin një fat të mirë. Dhe ajo i bënte kritik në një farë mënyre fakti që nuk i mësonin vajzave që të edukoheshin, ajo vinte shumë theksin tek edukimi i vajzave, dhe madje edhe në disa momente kur shpesh herë kishte rryma të tjera që i dilnin kundër, sepse i thoshin që në momentin kur gratë do emancipohen, atëherë ato do humbin moralin e tyre. Në fakt ajo gjykonte se duke u emancipuar, në fakt gruaja nuk humbte asnjë vlerë të saj të moralit, por vetëm përmes emancipimit ajo ndryshonte mënyrën e saj të jetesës, po në fakt ishte shumë më aktive, qoftë për bashkëshortin e saj apo edhe për të gjithë shoqërinë. Olga Plumbi është një zoj jashtëzakonshëm i letërsisë, i mendimit kritik në Shqipëri, dhe rruga drejt saj ka qenë krejtësisht e rastësishme, nuk kam patur, sot në Shqipëri nuk ekziston, edhe në Tiranë, nuk ekziston asnjë rrugë, asnjë shkollë që bart emrin e saj, është pothuajse një nga zërat më të harruar, mendoj, qoftë gazetarisë, qoftë publicistikës viteve 30, e cila është e përbërë nga një gjeneratë jashtëzakonshme mendimtarësh, letrarësh shtrinj, kritikësh social, dhe rruga drejt saj ka qenë sa e rastësishme, aq edhe fantastike, nëse mund ta themi. Por motivi që më ka shtyr drejt Olga Plumbit kanë qenë disa. E para si lexues, si njerëz
të rinj të interesuar me botën e librave, me botën e ideve, po edhe si unë jam edhe aktivist, si njëri që merret me veprimtari politike, e shohim si nevojë ekzistenciale që në këtë terrin ton, i cili i duket nga dita në ditë një farë djerrine ose shkretire kulturore, kemi nevojë për zëra, për të gjetur përkatësi, për gjetur vazhdimsi të ideve dhe idealeve në cilat ti beson. Dhe në këtë kuptim, në një skenë politike ose një veprimtari politike e cila për ditë është e zbrazur nga ideologjia, nga idetë, nga historia, nga sociologjia, nga mendimet radikale, ndryshe edhe alternative, Olga Plumbi ka qenë një zbulim fantastik për mua, ashtu siç mund t'jenë edhe në të ardhmen edhe shumë emra, zëra tjera, grash, cilat qoftë kjo historiografia politike e Shqipërisë, e cila është një historiografi thellësisht shtetiste, e përbërë nga burrat dhe për burrat, dhe që ka marginalizuar jo vetëm pafund emra edhe intelektual si Olga Plumbi, po edhe shumë zëra të tjerë mashkullor, cilët i përkasin një farë tradite progresiste që ka ekzistuar në skenën politike shqiptare në këto 100 vitet e fundit. Për fat keq, edhe në traditën tonë letrare, ne kemi parë se edhe kur flitet për çështjet e grave, kryesisht zërat cilat flasin në emër të grave janë zërat e burrave. Pothuajse gjithë letërsia klasike, domethënë po edhe letërsia bashkëkohore shohim se është dhe për fat keq edhe prezantimi i Olga Plumbit shohim se po kryhet nga një mashkull. Në këtë kuptim, mendoj se Olga Plumbi është deri diku edhe viktime monografive dhe personazhe si Olga Plumbi të stilit vjetër të bërjes së monografive, i cili është i stil, do ta quaja grafomanik, me shumë informacion pa nevojshëm, pa teza ose hipoteza historike, edhe me mungesat shumta konceptuale. Prandaj mendoj se figura si Olga Plumbi, kemi edhe shumë figura tjera të cilat janë duke u shenjtëruar, janë vrarë, mendoj se janë shumë vlefshme sot për të riaktualizuar idetë e tyre, për të pa rrugtimin në cilin ecën Shqipëria në këto 100 vitet e fundit.